Interesimi më i lartë i semi-maturantëve për shkollimin e mesëm është për drejtimet profesionale si ekonomike, teknike dhe medicinale. Drejtimi i mjekësisë është ndër më të kërkuarit, ku më shumë se gjysma aplikimeve në drejtimet profesionale janë për infermieri, stomatologji dhe laborant. Në arsimin e drejtimit gjimnazi i përgjithshëm janë rreth 8.000 vende, apo 7.902 vende në 234 paralele. Në arsimin e mesëm profesional janë rreth 12.000 vende, ose më saktë 11.934 vende. Në arsimin e mesëm dual, pra kjo që është me interes dhe që Ministria vitet e fundit e ka promovuar dhe e mbështet kryesisht edhe me bursa, janë parapare 6.725 vende, dhe pastaj tek drejtimi i arsimit mesëm artistik janë 578 vende dhe tek drejtimi i sportit janë 510 vende. Në afatin e parë të regjistrimit përmes platformës online, kanë aplikuar mbi 14.300 nxënës, bën të ditur Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Nëse dikush mbetet pa u regjistruar, nuk duhet të druaj sepse ka dhe një afat. Por ky numër nuk është përfundimtar për shkak se është edhe procesi i dorëzimit të dokumentacionit. Mund të ndodhë që ndonjëri prej këtyre fëmijëve, prej këtyre nxënësve, të mos ta përmbush këtë detyrim, ose të mos ketë mundësi ndoshta edhe fizike dhe të ngelet do ta përmes më pas se ka edhe afatin e dytë edhe ngelet si afat plotësues edhe afati i gushtit. Nga afërsisht 28.000 vende të lira për vitin e ri shkollor 2025-2026 për nxënësit të cilët do të mund të regjistrohen në shkollat e mesme komunale, prej tyre 18.500 vende janë të parapara për regjistrim në shkollat e mesme profesionale. Për këtë qëllim, Qeveria dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës e kanë rritur numrin e bursave për arsim dual në 1.570, ndërsa është rritur edhe numri i kompanive që përveç mësimit teorik të shkollave, do të mundsojnë nxënësve të shkollave të mesme të regjistruara në paralele duale dhe mësimin praktik në 550 kompani, në të cilat nesër edhe mund të punësohen.